Ministria e Ekonomisë dhe Punës shpalli 2 thirrje të reja publike me mbështetje financiare gjithsej prej 7 milion denar, të destinuara për avancimin e konkurrueshmërisë së kompanive vendase nga industria përpunuese. Ministri i Ekonomisë dhe Punës, Besar Durmishi, thotë se përcaktimi i tyre është i qartë për të vazhduar me mbështetje konkrete për kompanitë vendase dhe të krijojnë kushte për rritjen, modernizimin dhe konkurrueshmërinë e tyre më të madhe. Me thirrjen e parë publike në vlerë prej 5 milion denar, mbështesim bashkëpunimin ndërmjet kompanive dhe universiteteve përmes realizimit të projekteve të përbashkëta. Ministria mbulon 7% të shpenzimeve të dëshmuara deri në 500.000 denar për kërkues. Mjetet janë të destinuara për kërkime dhe zhvillim, inovacion, transferimin e njohurive dhe teknologjive, avancimin e proceseve të prodhimit dhe produkteve, ekonominë qarkulluese, transformimin e gjelbër dhe digital, si dhe për analiza profesionale, konsulenca dhe trajnime të specializuara. Ministri Durmishi ka shpjeguar se çfarë përfshihet në thirrjen e dytë publike. Me thirrjen e dytë publike në vlerë prej 2 milion denar, investojmë në ngritjen e standardeve dhe përgjegjësinë shoqërore të kompanive. Edhe këtu mbështetja është deri në 70% të shpenzimeve të dëshmuara, përkatësisht deri në 200.000 denar për kërkues. Kompanitë do të mund të shfrytëzojnë mjetet për furnizimin, zbatimin dhe certifikimin e standardeve, dokumenteve të standardizimit dhe raporteve. Ndërkaq, Durmishi thotë se përmes këtyre shpalljeve dëshirojnë që kompanitë vendase jo vetëm të prodhojnë më shumë, por të prodhojnë në cilësi më të lartë. Afati përfundimtar për aplikim është deri më 15 shtator të vitit 2026.